Xhamia Plumit brenda pak ditësh do të jetë gati për besimtarët dhe vizitorët. Punimet janë drejt përfundimit, ku aktualisht po punohet për sistemimin e zonës përreth, gjithashtu po bëhet e mundur edhe lidhja e energjisë elektrike. Sipas firmës që po punon, ditën e njëjtë me datën 8 maj në orën 14 do të bëhet edhe inaugurimi i objektit të kultit. Punimet për rikualifikimin e xhamisë së Plumit po shkojnë drejt përfundimit. Aktualisht po punohet për sistemimin e sheshit përreth, ndërsa inaugurimi i xhamisë së Plumit do të bëhet me 8 maj. Të nisura rreth 3 vite më parë, puna për restaurimin e xhamisë së Plumbit u ndërpren disa herë për shkak edhe të përmbytjeve që përfshin Shkodrën në atë periudhë. Projekti që po realizohet nga bashkëpunimi me qeverinë turke synon të rikthejë vlerat historike të këtij monumenti, ndërsa pritet që xhamia Plumit të kthehet edhe në një atraksion për të gjithë turistët që do vizitojnë Shkodrën gjatë sezonit veror.